Në momentin që kemi denoncime nga qytetarë të ndryshëm, raste alert, apo qoftë edhe njoftime nga sistemet të ndryshme informative, media, sistemi rasve të tjerë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit me njëherë merr masat për identifikimin, kontrollin dhe verifikimin në treg tek operatorët e biznesit, ushqimor apo dhe tek operatorët e tregtimit të inputeve bujqësore, lidhur me rastin, fenomenin dhe patjetër në të gjitha rastet ka një informim të qytetarit, të mediave apo të personit të cilit ka sjell denoncimin. Për shembull, nëse do t'i referojmë rasteve që ne na vinë nga Bashkimi Evropian rast, Shqipëria që në 2011, si edhe shtetet e tjera kandidate për qenë pjesë e Bashkimit Evropian, është pjesë e këtij sistemi, e cila merr dhe dërgon informacion për rastet e jo konformitetit që mund të kemi për produktet që importohen në Republikën e Shqipërisë, apo dhe në bazë të sistemit ton të kontrollit dhe monitorimit të brendshëm të tregut, nëse verifikojmë raste jo konforme, të cilat janë dërguar për eksport në vendet e rajonit apo dhe më gjerë, njoftojmë ndërmjet sistemit të RASF apo komunikimeve të ndryshme në pikat të kontaktit. Ndërkohë, ku është Shqipëria sa i përket kontrollit rigoroz në pikat kufitare për importin e produkteve ushqimore, bujqësore, pra çdo gjë që futet në territorin shqiptar, a po merren masa më të repta për të shtuar kontrollet? Kontrollet në pikat e inspektimit kufitar, sikurse dhe ato në teren, kryen në bazë të planit kombëtar kontrolleve zyrtare me bazë riskut, miratuar nga ministri, kryen nga inspektorët e ushqimit, inspektorët veterinar dhe inspektorët fitosanitar, kryhen në procedura manuale, jo ndërmjet sistemeve online, siç janë kontrollet që ne ushtrojmë në teren. Inspektori i pikave të inspektimit kufitar, si procedurë të kontrolleve zyrtare, ka kontrollin dokumentar, kontrollin fizik dhe kontrollin e identitetit. Me kontrollin dokumentar kontrollohet të gjithë dokumentacioni i cili shoqëron produktet ushqimore që importohen në Republikën e Shqipërisë, inputet bujqësore, bimët apo objektet të tjera. Këto produkte duhet të jenë të shoqëruara me certifikat veterinare, certifikat fitosanitare, certifikat origjine, certifikat cilësie, flet analizë dhe raport analizë në varësi të produkteve, duhet të jenë të shoqëruara me faturat invoice, Euro 1, dhe për inputet bujqësore të cilat lejohen të tregtohen në Republikën e Shqipërisë, këto duhet të jenë të regjistruara në Republikën e Shqipërisë. Ndalemi pak tek pjesëmarrja në rrjetet europiane të sigurisë ushqimore. Ku jemi? Atëherë Shqipëria është pjesë e sistemit CEFTA Traces NT, që është një sistem i Bashkimit Evropian për gjumimin e produkteve me origjinë shtazore dhe jo shtazore, si edhe shkëmbimin e të dhënave, si certifikatat veterinare dhe fitosanitare, për produktet që eksportohen në vendet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Shqipëria përdor këtë sistem në mënyrë shumë të suksesshëm, ku ndërmjet inspektorëve të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve bëhet lëshimi i certifikatave fitosanitare për produktet bimore, bimë dhe objekte të tjera, kurse ndërmjet inspektorëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit bëhet lëshimi i certifikatave veterinare për produktet me origjinë shtazore, siç janë produktet që eksportohen mishkërmilli, vezë klasit B, ku për këto stabilimente të cilat bëjnë eksporte në vendet e Bashkimit Evropian, referuar auditimeve nga DigiSanto që Shqipëria auditohet dhe kontrollohet, këto stabilimente kanë marrë miratimin dhe okejin dhe janë pjesë e listave të tyre për të eksportuar në vendet e Bashkimit Evropian. Pjesa e teorisë dhe e dokumentacionit kam përshtypjen nuk mungon. Ku çalon puna që ne në treg hasim dhe evidenca eksport apo import të produkteve jo të kontrolluara? Të gjithë operatorët e biznesit kontrollohen 100% për importet që hynë në Republikën e Shqipërisë, çdo ngarkesë që hyn ka kontroll 100%. Edhe për operatorët e biznesit të cilët nxjerrin produktin e tyre në tregun vendas, janë objekt kontrolli i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në bazë frekuencës së riskut që ato janë klasifikuar, dhe në 2 vitet e fundit frekuenca kontrolleve të riskut ka edhe një element tjetër shtesë që është historiku, në bazë të historikut dhe
problematikave që subjekti ka patur. Nëse do të jemi në një subjekt i cili ka qenë problematik dhe riskos për produktin që nxjerrët e konsumatori, numri i kontrolleve të tij është rritur nga viti në vit. Ndërkohë është Shqipëria pjesë e 10-it sistemet të shpejtë alarmit. Po, është që në 2011, siç e përmendëm pak edhe më parë, ku marrim dhe shkëmbejmë informacionet rasteve alert të ndryshëm, ku me marrjen me njëherë të masave bëhet tërheqja e produktit nga tregu deri në asgjësimin e tij. Me synimin e objektivit për në 2030, puna e parë që keni nisur për të përgatitur për integrimin e BE. Atëherë janë bërë investime në pikat e inspektimit kufitar, në pikën e inspektimit kufitar në Durrës, nga projektet e huaja, siç është Siami i Barit. Janë bërë investime në rritjen laboratorik, në pjesën e kapaciteteve në pajisje, mjete laboratorike. Kemi 2 investime super të mira që janë bërë nga projektet e Bashkimit Evropian në laboratorin e Durrësit, në analizimin e metodave fiziko-kimike, mikrobiologjike dhe fitosanitare. Kemi një riorganizim të laboratorit fitosanitar, ku kanë hyrë analizimet e metodave më bashkohore të analizimit të virusologjisë tek produktet e bimëve, dhe gjithashtu janë bërë dhe investime në laboratorin e Tiranës, si një hap i parë për besueshmërinë e analizave dhe metodave që përdoren për analizimin e produkteve ushqimore, si edhe një hap i rëndësishëm për akreditimin e këtyre laboratorëve.